mbrapsht do të thotë që ka investuar për mandatet të caktuar në zonat të caktuara. Dhe tashmë Edi Ramës nuk po i ndodh gjë tjetër, veç se bandat kriminale, atë që Edi Rama tha hëngshin kokat me njëri tjetrin, tashmë erdhin pushtet në bandat kriminale, tashmë bandat kriminale po kërkojnë gjithë secili aksionet e tij, të cilën e kanë mbajtur Edi Rama në pushtet. Pra është shumë e rëndësishme ta themi këtë gjë. Pra, dhe në momentin që Edi Rama ka qeverisur shqiptarët me bandat kriminale, me votat e bandave kriminale, e imagjinoni vetë se çfarë qeverisje, dhe ky është rezultati atyre njerëzve në shesh, të cilët janë aty në shesh për mungesë shprese. Zverneci ishte pika kulminante e padrejtisë në këtë vend. Ata njerëzit shpresë në shesh çfarë thonë? Ata njerëzit në shesh kërkojnë shpresë. Ata njerëzit në shpresë kanë dalë për ilaçet të onkologjisë. Roft Rama, Roft Berisha. Më fal. Ata thonë Roft Rama, Roft Berisha. Më fal. Ata njerëzit në shesh. Ata njerëzit në shesh kanë dalë thonë Roft Rama, Roft Berisha. Ilaçeve të Ata kanë dalë për mungesë shpresë. Shpresa në sistem politik është opozita, më nuk është qeveria. Ata kanë dalë për siguri. Live gjë që thonë se ta thonë ata vetë, mos ta themi neve. Me që e bëri ftesën, kërkesën zotin Urellari, a kemi parë të drejtë për drejta në këtë momente nga protesta? Kur ata thonë Roft Rama, Roft Berisha. Jo për dëgjuar këtë, po për të parë çfarë duke ndodhur në protestë, që mund t'i mundin pak se mund ta mbyllim pak me pamjen nga protesta. Mjafton që të ketë protesta në këtë vend. Kjo është e rëndësishme. Po produkti është çfarë kërkon protesta, mos e shkojmë, jemi njerëz që merr politikë, thonë ti duhet ta kalorosh. Shtatori do vi shpejt dhe do kemi zhvillim të politikë. Këto janë pamjet. A ka nisur marshimi më për ditë po? Marshimi ka nisur në fakt. Do vi një po prap kryeministri i PS-s. Ka marruar mos i le. Çfarë do bëni? Pra jemi bind që do ikë Rama, se ishte 23 korrik kanë nxjerrë një pankartë ata për ditëlindjen time. Rama ka kryer 23 korrik. Do vi një kryeminist tjetër i PS-s. Gjok thupi. Rama, do vi Berisha. E rëndësishme është që bëhet Edi Rama dhe të krijohet një qeveri teknike. Nuk ka qeveri teknike, për të ndërën të prallë. Nuk ka Thupi dhe Kuçana. 23 korrik vendosim drejtësi. Ka protestë në parlament. Ti marrin deputetët të dy palët i hodhin nëpër kosha. Si nëpër kosha? Nëpër kosha të plerëve. Tani nuk mund të dimë çfarë do bëjnë protestuesit. Po them çfarë do bëjnë, them çfarë them unë dhe bëj çfarë duan. Do dojë ta shihje se s'ken këtë? Po, absolutisht po. A mendon që do ta sepse kur një deputet i Kuvendit të Republikës së Shqipërisë çohet. Do ta zhvlerësonte rëndësinë dhe qytetarinë e kësaj proteste nëse do bëjnë një gjë të tillë? Po të pyes. Po më marrin mja këto deputetë që ka bërë propozimin e zgjatjes së afat ligjit për investitor strategjik. Një deputet tek pull. Që çohet dhe thotë të zgjatet ky ligj për investitor strategjik dhe pastaj të vjedh 300 metra katror, 100 hektar tokë me një propozim me firmën e një deputeti. Ky deputeti meriton të shkojnë në Kazan? Kjo, se mund të jetë dhe femër në rastin konkret. Apo deputeti që thot, bashkë me kryeministin thot, nuk është dobësuar euro, është forcuar leku. Do ma mbyllësh? Se kemi dhe pamjen, ma ndiqni pak protestën, ama hapni pak regjë, ju lutem pamjen këtu në Lezhë që ta shohim ndërkohë mbi që jemi në sekondat e fundit që ta mbyllim. Jesh më kujtuar që 2029 është kryeministri mbush 65 vjeç, është dhe moshën e pensionit. 2020? 29 është moshën e pensionit. 4 vite. Varet ku do jetë. Varet ku do ta festojë. Nuk e di ku janë dëshirë, po jo, thjesht më kujtova që është mosha e pensionit, kështu që thjesht më kujtua që ka dhënë disa deklarata në Shtetet Bashkuara të Amerikës bashkë me bashortën, kështu që ne nuk e dimë se ku mund të jetë kryeministri deri në 2029. Dhe besoj se do duhet të paguaj për atë që ju ka bërë shqiptarëve. Dosjet e spakut janë. Kemi një audio me nëse dosjet janë dosje të nxehta. Si protestuesit thonë Roft Berisha, Roft Rama. Dosja plotëson dëshirën